femminili në basketbollit të Kosovës në ndeshjen e organizatorëve të Zyrtarit të Vllaznikit. Luta e ministri i ekipit stafetë të Vllaznikit, me numër 1 Filip kapiteni i skuadrës Katrin Koshi, me numër 1 Zikri, me numër 2 Amri Vetra, me numër 3 Andrej Gordon, me numër 4 Katrin Kushiti, me numër 5 Terry Wilson, me numër 9 Gjakoje Heras, me numër 10 Lor Ani, me numër 21 Sami Zekici, me numër 55 Ronda Sila, me numër 56 Edes Sigo. Zonja dhe zotëri me pjesë ekipin e Golden Eagle, me numër 6 kapiteni i skuadrës Sven Morena, me numër 1 Lis Shoshi, me numër 2 Sar Amber, me numër 4 Lovre Rashic, me numër 5 Artin Gashi, me numër 7 Altin Shola, me numër 10 Arian Çalakaj, me numër 12 Edward Scott, me numër 15 Shqipron Amici, me numër 16 Renan Pama, me numër 25 Shqipron Nadal, me numër 21 Elia Kasal. Zonja dhe zotëri, lutet e mirë në organizimin e një Republikës së Kosovës.
mbrëma të nderuar shikues, ju adhurues të basketbollit, jemi me duelin e fundit të gjirës 17 direkt nga palestra 13 qershori në Tiranë, ku Golden Eagle Ylli është një koqir i vllaznimit, me të vërtet një gjiro e zjarrt me ndeshje fantastike, shumë rivalitet, do të përmbyllet me një ndeshje mjaft interesante, ku fitoria është opcioni vetëm sidomos për skuadrën e vllaznimit që është duke u munduar maksimalisht që të ikë fundit të tabelës. Skuadra e Yllit luan me këtë përbërje, pra tashmë në krye të skuadrës Pako Olmos, i cili e udhëhoqi ekipin edhe në duelin e mesjavës në kuadër të qerekfinalës Kupës së Kosovës. E sonte luan me Shoshin Bamford Bashic, Gashin Morinën, Shalën Qallakajn, Antoine Scott, Shqipran Ahmetin, Brandon Hoffman, Trevon Allen dhe Erion Kastratin. Po e shohim tashmë edhe formacionin e trajnerit Pako Olmos, i cili nuk e nisi mirë aventurën e tij tek skuadra e Golden Eagle Yllit, pasi pësoi dhe u eliminua nga skuadra e Trepçës në kuadër të qerekfinales. Në anën tjetër, trajneri Gyltekin Selimi luan me këtë përbërje. Reed Petra, Gordon Rushiti është rikthyer tashmë, Derek Wilsoni, Jericho Hallams, Joranej, Atik Koshi, Samir Zekici, ndërsa edhe pse është në formacion Ronda Syla, do të mungon sonte e gjithashtu edhe Eden Cingu. Po shohim edhe treshën e gjyqtarëve, Shabani Maloku dhe Vitaku do të jenë ata të cilët do të e udhëheqin në këtë përballje. Po shohim edhe rezultatet, pra e thash, gjyra e 17 nisi me duelin mjaft interesant ndërmjet Ravesit 0-29 dhe Sigal Prishtinës, ku me shumë mund Sigal Prishtina arriti fitoren në Miza Erisma 59-68, më pas Bora Jarëmbeu Peos pozitën e tretë në renditjen tabelare dhe atë me fitore të thellë 88-68, më pas paraprakisht e ndjekëm derbin ndërmjet Trepçës dhe Bashkimit, një ndeshje me shumë tension që përfundoi me fitoren e Mitrovicasve, kampionët arritën të mpushtin në kampionin me rezultat 90-81, ndërsa tashmë gjithçka është gati këtu në 13 qershori në Tiranë për të mbyllur këtë super gjiro, e po shpresojmë duke ndjekur një tjetër super ndeshje. I pam paraprakisht edhe pesë startuese të dyja skuadrave, është Bamford, Morina, Scott, Hoffman dhe Kastrati që startojnë të Golden Eagle Ylli. Në anën tjetër tek skuadra e vllaznimit starton Derek Wilson, Jericho Hallams, Anej Koshi dhe Samir Zekici. Pra përpos Golden Eagle Yllit që u eliminua në kuadër të qerekfinales Kupës nga Trepça në ndeshjen e mesjavës, gjithashtu edhe vllaznimi, edhe pse arriti fitoren ndaj Sigal Prishtinës, nuk arriti të kualifikohet tutje për shkak të kosht diferencës që e kishte Sigal Prishtina në duelin e parë. Starton tashmë ndeshja ndërmjet Yllit e vllaznimit, me një gabim nga Jericho Hallams, nuk tregohet i vëmendshëm, do i përfundon në duart e tij dhe në vend se të kthehet ka Koshi, e kthen topin në anën tjetër të fushës, duke humbur me njëherë topin e parë, ndërsa jep mundësinë skuadrës Golden Eagle Yllit të starton është me një realizim. Scott Bamford mbeti me top në duar në sekondat e fundit, nuk arriti të realizon. Megjithatë, Hoffman e merr kërcimin në sulm, duke qelluar pikët e para të Golden Eagle Yllit. Mjaft mirë ka nisur vitin 2026 skuadra e Golden Eagle Yllit që po udhëhiqej nga trajneri. Sa e shohim një asist të bukur të Derek Wilsonit për Jorani që barazon rezultatin. Pra isha duke thënë në udhëheqjen e trajnerit Endrit Elshani, ndërsa ishin duke pritur skuadra e Yllit që t'ju vije trajneri i ri. Tjetër aksion i bukur në anën tjetër për blokada e Joranej, nuk ja lejon pikët kapitenit Gzim Morina. Në anën tjetër është personalja ndaj Jericho Hallams, e shohim edhe njerë blokadën e Joranej ndaj Gzim Morinës, ndërsa u nis në kundër sulm Jericho Hallams që ndalet me faul nga Erion Kastrati. 2 lira për liderin e skuadrës vllaznimit, i cili
shpërtheu në pjesën e dytë në duelin ndaj Sigaj Prishtinës të enjtë mbrëma. Në të dyja ndeshjet ndaj Sigaj Prishtinës i realizoi nga 25 pikë Jerry Cole Helms. Qëllon për 2-3. Epërsin e parë të vllaznimit sonte. Scott. Bukur ai top tek. Huffman me gjithë atë mbrojtja ishte edhe më e mirë e skuadrës së vllaznimit. Derek Williams e sheh që ka hapësirë të mjaftueshme, ishte duke i shikuar bashkëtarët me gjithatë. Përderisa nuk ju afrua mbrojtja në kohë, e shfrytëzon hapësirën dhe realizon treshën për 2-6. Huffman luan 1-1 me Joranej. Nuk tregohet i sakt më i lartë në kërcim Jerry Cole Helms. Derek Wilson realizoi paraprakisht, kësaj radhe mbetet i shkurtër me këtë gjuajtje. Arkun e parë në anën tjetër Erian Kastrati për të përgjigjur me treshe ju. Nuk shëlloj edhe një në vendin e duhur për ta marrë kërcimin Jerry Cole Helms. E pam personalin e Huffman, pati kapje, do të shojmë nëse do të gjykohet si faul jo sportiv ndërmjet po diskutohet dhe pas diskutimit gjyqtarëve pa rishikuar fare vendoset që personalja ishte jo sportive, u pa qartë që Huffman shkoj direkt në kapje dhe nuk shkoj në top për ta ndaluar kundër sulmin. Dhe për këtë arsye ndëshkohet me faul jo sportiv. Jerry Cole Helms i sakt për 8-2 në të mirë të vllaznimit. Kur kanë kaluar tashmë 2 minutat e para të duelit të fundit kësaj gjiroje. Anej tek Derek Williams. Joranej do të tenton për 3 pikë. Joranej është i sakt për treshe. Starti më i mirë i skuadrës së vllaznimit për 2-11. Vetëm ai sulmi i parë funksionoi te Golden Eagle Ylli. Scott nga gjysmë distanca i pafat. Topi hyri e doli teksa e pam lojën me këmbë të Anej. Topi përfundon jashtë. Vazhdon sulmi i Golden Eagle Yllit. Bamford arriti të qëllon Scott Bamford. Pas një dyshim, lojtari më stabil tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Topi humbur në anën tjetër nga Jerry Cole Helms, megjithatë edhe Bamford e humb topin, isha duke thënë lojtari më stabil, i cili që nga ardhja e tij po luan me mesatare për 23.5 pikëve, 4.5 asistime, 3.5 kërcime për ndeshje. Nuk qëllon Gzim Morina. 4-11 të mbetur të rezultati. Williams. Në fakt, ishte Derek Wilson, fali. Dhe topi tek Samir Zekici. Huffman ka gabuar në hapa në nisje. Me njëherë përgatitet futet në loj Liz Shoshi në vend të qendrës Huffman. E në anën tjetër reagon edhe trajneri Gültekin Selimi, ka përgatitur me njëherë Gordonin që të futet. Një akcion i bukur i gjakovarëve, tjetër asistimi Wilson për Samir Zekicin. Me të vërtet loj plotësisht ndryshe, po shfaq skuadra e vllaznimit me Derek Wilsonin në fush. Ka faul nga ati Koshi, nuk e lejon vazhdimin e sulmit të vendasve.
Sa u vrejt dukshëm mungesa e playmakerit skuadrës së vllazënimit ndaj Sigal Prishtinës, duke nisur zbert atë ndeshje Gjagovarët, por sonte e nisin mjaft mirë këtë përballje. Do shkojmë a do të arrijnë të e kontrollojnë deri në fund në këtë mënyrë. Personale Andrew Gordon me të futur në lojë. Scott Strati, Bamford Ugur tek Zimorina. Sa e shohim topin e vjedhur të Andrew Gordon. Wilson J. Cole Helms. Blokun nga Gordon. Shkon ai top DC tek Derek Wilsoni, gjithsesi pasimi i tij gabuar e vjen kundër sulmi i skuadrës Golden Eagle Yllit, realizon Erion Kastrati, e shfrytëzoi gabimin e Gjagovarëve dhe Randasit në kundërsul. Eksa e shohim depërtimin e Jerry Cole Helms. I pandalshëm qëllon edhe njerë për 6 me 15, 5 minuta e 4 sekonda deri në përfundim të qereku të parë. Po vazhdon skuadra e vllazënimit duke kontrolluar këtë 10 minutësh, ndërsa ka kërkuar tashmë time out trajneri i skuadrës Golden Eagle Yllit, Pako Olmos. Shohim si do të përgjigjen tani Ferrandasit pas këtij pushimi të kërkuar nga trajneri Ferrandas. E rikthen topin në lojë Erion Kastrati tek Antoine Scott. Ka ngaluar pra 5 minutat e para të përballjes, cilat folën të mirë të vllazënimit. Vjen tentimi për 3 pikë me njëherë nga Bamford. Një aksion që shkoi mjaft mirë tek Ferrandasit, sa erdhi edhe trishja. Jerry Cole Helms se ka kthyer topin tek Zekici. Helms 7 sekonda deri në përfundim të këtij sulmi. Wilson kësaj radhe nuk është i sakt. E ka një treshë që realizoi në fillim, ndërsa ka kontribuar dhe me 3 asistime Derek Wilson. Antoine Scott Liz Shushi, këta nduvin të Erion Kastrati. Kërkohet Scott Bamford, me gjithatë, topin arën tjetër të Antoine Scott. Tingashi nga gjysmë distanca, realizon për 11 me 15. Tashmë ka filluar përgjigjet skuadra e Golden Eagle Yllit. Gordon i dyvishuar, dalet me faul nga Liz Shoshi, do t'jetë në vjen e gjuajtjes lirë Andrew Gordon. Në shkoj me njerë dyvishimin e Bamford. Sa kjo ishte treshja e Scott Bamford, i cili u lirua bukur pas ati aksionit të skuadrës. Golden Eagle Yllit edhe realizoi, teksa Andrew Gordon e qëllon pikën e tij të parë për 11 me 16.
sakte edhe në të dytën. Antoine Scott. Nga Strati tek Scott edhe njerë. Artin Gashi do gjuan për 3. Nuk arriti të realizon. Eviton duelin Andrew Gordon me Liz Shushin. Teksa Jerry Cole Helms pran 3 lojtarëve debërton. Do ta shohim edhe njerë. Para ti 3 lojtarë dhe nuk i trembet syri fare. Njihet si një lojtar shumë i fuqishëm dhe problem të ndalet. I fiton 2 lira Jerry Cole Helms. 5-4 nga vija e gjuajtjes së lirë. Edhe njeri sakt. Njëmbëdhjetë, 19 plus 8. Skuadra e vllaznimit teksa shohim si pas shtarit Vitaku, ky top do t'i takon skuadrës vllaznimit. E pam edhe njerë momentin sa po e shohim trajnerin Paco Olmos që jep këshillat Antoine Scottit, të cilin e zëvendësoi. Rëshqitja i top Derek Wilsonin nga duar, gjithsesi vazhdon sulmi i skuadrës së vllaznimit. Andrew Gordon shumë i dyvishuar edhe një herë, ka gabuar në hapa. Dyvishim i mirë i Gashit e Liz Shushit. Njëmbëdhjetë, 19 e përsia më në tjellë vllaznimit shkoj edhe deri në +9. Bamford i lirë edhe njerë, gjuan për 3 pikë. E nëse ka gjithë këtë hapësirë para ti nuk falë. Scott Bamford i saktë 14 me 19. Ka faul në sulm nga Jerry Cole Helms në anën tjetër. Tjetër mundësi për skuadrën e Golden Eagle Ylli të shkryen edhe më tepër avantazhin. Kjo është rreshja e dytë e Scott Bamford, i cilin në duelin e fundit në kuadër të Pro Credit Superligës me të vërtet ishte fenomenal me treshët e tij dhe më meritori që Golden Eagle Ylli e mposhti skuadrën e Pejës. Scott Bamford 16-19 rezultati, edhe pse skuadra e vllaznimit pati e përsin prej 8 pikëve në skendel. Scott Bamford për të qetësuar edhe njerë situatën, time-out detyrohet të kërkojnë trajneri Gültekin Selimi për të gjetur atë formulën për të ndalur Scott Bamfordin. E thash edhe në duelin ndaj Goblus Pejës ishte fenomenal. Duhetën e ngushtë të skuadrës e Golden Eagle Ylli 89 me 90, ku i qëlloj heq më pak se 7 treshe nga 12 tentime, 58% pati saktësi për 3 pikë Scott Bamford, ndërsa i qëlloj 27 pikë në tërësi. Larg më i miri ishte tek skuadra e Golden Eagle Yllit, reprezentuesi i Kosovës, i cili po shpresojmë që në ndeshjet e radhës kësaj radhe do t'jetë në dispozicion të trajnerit Bujar Loci, duke marrë parasysh formën që po e kalon. Me të vërtet do t'jetë një ndihmëse e madhe për Kosovën. Po shohim tashmë, është i pari me pikë dyshifrore, 10 pikë të tij, një kërcim me një asistim. Shohim a do të arrijë skuadra e vllaznimit gjem përgjigje për të. Rushiti është në lojë,
tek Samir Zekici. Jerry Cole Helms. Gjuan nga gjysmë distanca, nuk qëllon. Bashic ka marrë atë top të kësa ndolet nga Samir Zekici me faul. Lovro Bashic, Ranti Arbin Rushiti, Shushit Kerion Kastrati, edhe njerë Scott Bamford, duke u rëzuar, edhe pse penguan dy lojtar, barazon gjithë shka, 19 me 19, qfar lojtari. Rushiti, bukur tek Samir Zekici, Gjuan realizon për të përgjigjur. Zekici do tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Ndalet edhe me faul. Ne shojmë edhe njerë momentin kur u rëzua para këmbëve të ti Jerry Cole Helms, por nuk ka problem. Scott Bamford e qëlloj pikën e ti të 13. Qëllon edhe nga vija gjuajtjes së lirë, përgjigjet vllaznimi me 3 pikët e Samir Zekicit. 19-22. Ndeshje mjaft e bukur edhe kjo sonte të nderuar shikues. Një tjetër edicion i bukur i Pro Kredit Superligës. Tashmë në këto ndeshjet e pranverës Ullet Gashi, kthehet në lojë Gzim Morina. Sa është në vjen e gjuajtjes së lirë. Bashic, që i ka tashmë 2 asistime, e qëllon edhe pikën e tij të parë. Sakte edhe njerë Lovro Bashic. Do të kemi zëvendësim tek vllaznimi. Ziggy Reed do tjetë në lojë në vend të Derek Wilsonit. me 22. Eversi prej një pike e vllaznimit kur kemi hyrë në minutën e fundit do çerekut të parë. Rushiti tek Jerry Cole Helms, Andrew Gordon e ka presionin, pran Liz Shushit e Rion Kastrati, Gjuan nuk është i sak mundësi për Golden Eagle Lyllit. Golden Eagle Lyllit më falni për ta marrë edhe avantazhin, cilin e pati vetëm në fillim, dërsa e shohim nervozën e trajnerit Paco Olmos. Pas këtij topi të humbur të Ferrandasve. Helms. Gatrohet me top Jerry Cole Helms. Tjetër mundësi. Tentim për treshe, nuk qëlloj kësaj radhe Scott Bamford, vetëm hera e parë që gabon në tentimin e tij për 3-3 ishte deri në këtë qaste. Bashic do të gjuan vetë për 3 pikë. E shkurtër gjuajtja e shfrytëzoi sulmin e zgjatur. Lovro Bashic e mori përgjegjësinë, megjithatë nuk arriti të realizojë një pikë deri në përfundim të çerekut të parë. Helms do të gjuan nga më se gjysma e fushës, por nuk arriti të realizojë. Përfundoi 10 minutat e para, 21-22. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që e kemi bo. Ue, Eria, qëpar dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kalzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me ble qka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Qyqy, top a?
edhe ato me 0% interes. Ja, ma veç pak të kënaqet pjesë. Me t'ble pa interes, me nëzi unë po pres, shumë lehtë me pagu, a jeti tungu. Ha, qështu do? Top. Hej, a ja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo. Paguaj diri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top. Siguroje jetën në Illyria Life. Lojë mjaft e bukur pas 10 minutave të para dhe ngushtë 21-22 në të mirë të skuadrës së vllaznimit. Nisi ylli me ato 2 pikët e para që i realizoi Hafman, megjithatë u përgjigj më pas skuadra e vllaznimit, të cilët e patën edhe përsin deri në +9, por shpërtheu në këtë 10 minutësh. Scott Bamford me hiç më pak se 13 pikë, 7-5 nga loja. 4-3 për Treshe, ishte 3-3, pra dhe më meritori që e shkriju avantazhin ky që po e shihni në ekranet e juaja. Ai që ndikoi për ta shkrirë avantazhin e Gjakovarëve pas 10 minutave të para. Me të vërtet një duel mjaft i bukur në anën tjetër tek skuadra e vllaznimit, si zakonisht. Më i miri Jerry Cole Helms me 7 pikë e 3 kërcime, ndërsa Anej Ezekici shtuan nga 5 pikë tjera, tashmë starton në qereku i dytë dhe me topin e parë po luajnë të Rondasit. Shohim në luajnë dhe Arjan Qallakun, aksion i bukur, topi tek Zimorina i cili realizon dhe ndalet edhe me faul. Mjaft mirë funksionoi kjo aksion i skuadrës së Golden Eagle Yllit, asistimi i Liz Shushit tek Zimorina e Lire, i cili nga prapa më pas u faulua, ndërsa e realizon edhe quajtjen e lirë për të ja dhënë tashmë avantazhin edhe njerë në start qereku të dytë skuadrës së tij 24-22. Ziggy Reed në anën tjetër nuk shëllon Andrew Gordon me lartin në kërcim, është duke luftuar, por nuk arriti të realizojnë. Liz Shushi e ka marrë topin, e kthen tek Antoine Scott që kërkon të ndalet loja ashtu siç po kërkon edhe trajneri Paco Olmos. Kastrati e kthen topin tek Scott. Shën në anën tjetër Qallakun, edhe njerë topin në duart e Arjan Kastratit. Antoine Scott ka gjetur depërtimin, bllokohet poster nga Ziggy Reed. Da shojmë edhe njerë depërtimin e mirë të Antoine Scott, por Ziggy Reed i thot jo. Topi do të vazhdon. I takojnë skuadrës e Golden Eagle Yllit. 0.200 janë dhenë në përfundim të aksionit. Sa ka zëvendësim tek vllaznimi, Andrew Gordon do të ullet duket që ka mbetur i lënduar. Joranej kthehet, gjuan Zimorina, nuk arriti të realizon. Tash 0.200 të aksionit kishin mbetur. Pati ku për diçka më tepër. Samir Zekici gjuan nuk shëllon. Ati 1-1 nuk shkoj i kësaj radhe. Qallaku e rikthan topin tek Antoine Scott, bukur tek Liz Shushi, pran Anejt nuk është i sakt. Rushiti do gjuan edhe njerë Samir Zekici për 3, nuk shëlloj. Topi do të i takojnë vllaznimit. Nërsa e shojmë diskutimin e Zimorinës me gjyqtarin Exor Maloku. Ullet Liz Shoshi,
kthyer në lojë Hoffman. Anei. Derek Wilson. Wilson e gjenë depërtimin, nuk është i sakt, ka marrë edhe njerë topin, kthen tek Yor Anei që do gjuan vetë realizon. Yor Anei edhe njerë i sakt për 3 pikë, trisha e ti e 2 dhe 3-3 është nga loja. 7 lartë Yor Anei, edhe pse qendër ka një dorë mjaft të butë dhe ditë që lanë për treshe këtë po e dëshmon më smiri sonte 2-2 në tentime. E në anën tjetër e shojmë edhe një herë dhe një step back realizon. Në anën tjetër du të është në topit të takon skuadrës të Golden Eagle Yllit. Kasrati Scott Dalet me faul, realizon Antoine Scott. 26-25 personalja e dytë e Rushitit do tjetë edhe në vjenë në gjuajtje së lirë Antoine Scott. Një shrydzon këtë momentum edhe trajneri Pako Olmos për t'i dhënë këshillat Gzim Morinës. Qëllon edhe gjuajtjen e lirë. Scott, e kësaj bankë rezervë, Scott Van Forten, i cili është duke pushuar. Derek Wilson. Një faul, duket ndaj Yor Anei, e ngrit dorën Antoine Scott. Rushiti e këthan topin tek Ziggy Reed. Reed. Me njerë dy vishohet. Vjen Rushiti gjua për 3. Nuk është i sakt. Scott. Kastrati. Hoffman. E këthan edhe njerë topin tek Antoine Scott. Me gjitha të nuk të regohet i vërmet shumë Scott e ka unë për topin. E punësi skuadrës vllaznimi që të barazon edhe një herë, apo me një treshe edhe të kalon në avantaj. Ati Kushi. Shiti. Derek Wilson. I Arjan Qallakut. Kapiteni Kushi. Erik në ndubin e lojë të Derek Wilson. Shojmë brojtjen e ngjeshur në kësht të skuadrës së Golden Eagle Yllit. Vazhdo loja 1-1 Derek Wilsonit, por nuk ka pik. Në anën tjetër Erion Kastrati arrin të realizon në kundërsulme edhe njerë 29-25. Kjo është edhe përsia më e thellë e Yllit sonte. Shojmë edhe njerë Yor Anei nuk qëllon. Edhe njerë topin e duart e Antoine Scott. E presioni tashmë në mbrojtje i mirë i Gjakovarve e detyrojnë Antoine Scottin që të pason gabim. Shojmë trajnerin Olmos në plan të parë, sa po erdhi në teran me njerë mori që në skuadrës jenë të timi për 3 piki. Ziggy Reed realizon për të mos e lejuar shkëputjen e Golden Eagle Yllit 29-28. Scott. Anë tjetër të Gzim Morina, Hoffman i lirë, afrohet, Yor Anei, por nuk ka problem. Lëvizja e bukur mashtruese e Hoffman dhe me ngulitje përfundon aksionin. Anei do tenton edhe një herë për 3 pikë.
Jora Nej në super disponim për të bombarduar nga vija për 3-3 nga kjo pozit. Qendra e vllaznimit barazon rezultatin 31-31. Antoine Scott para ati Kushi, mbrojtje e ti me duar shkakton faul. Do t'jenë 2 të lira. Ne shojmë njerë personaljen e ati Kushit. Bamford përgatitet të kthehet në lojë tek skuadra e Golden Eagle Yllit, teksa ullet Erion Kastrati. Ishte duke luajtur trajneri Olmos me 3 vendor dhe 2 të huaj. Ne shohim që është ullur Derek Wilsoni në anën tjetër. Antoine Scott i sakt për 33-31. Ziggy Reed. Ndalet në gjysmë distancë, shfrytëzon shpejtësinë e tij përballë qendrës Golden Eagle Yllit. Hufman edhe njerë që shka baraz. Arjan Qallaku në anën tjetër, gjuan për 3. Nuk është i sakt, tupi në duart e Rushitit. Helms të i të asiston aty tek ati Kushi i lirë në kosh, me gjitha të unë dalë me faul, nuk ja lejuan pik të lejta Ferandasit Gjakovarve në këtë kundër sulm. Anej shpëlluan 1-1 me Hufman, pa faul ndaj ti. Minuta 26 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Po vazhdon loje barabart në Ferrand në duel në fundit të kësaj gjiroje. Kushi. Helms. Anej do gjuan edhe një herë kësaj radhe, nuk qëlloj do byrje i doli. Nuk ka problem, Ziggy Reed është aty për ta përmirësuar. 33-35. Përgatitet zëvendësimi 3 fishte Golden Eagle Ylli. Shushi, Gashi e Erion Kastrati do t'jenë në lojë teksa vijnë pikët. Edhe njerë gjithë shka baraz me 35-35. Rushiti të Kanej. I rëshet topi nga duart e humbë, nisen në kundër sulm Ferandasit, por e vjedha topi vëmend që Arbin Rushiti. Nuk shkoj i pasimi tek Gzim Morina, nërsa është momenti i zëvendësimit të 3 fisht. Trishja vendore në loj, Gashi Kastrati e Shushi, Uljen Qallaku, Morina dhe Hufman. Edhe njerë trajneri Pak Olmos luan me trishën vendore në fush. E ka komoditetin pas e ka një bank mjaft të pasur me lojtar vendor. Qëllon J. Cole Helms edhe njerë nga vija e gjuajtjes së lirë. 7-6 nga kjo pozit. Edhe në të dytën është i sakt 9 pikë të ti. 7 drejtëre nga vija e gjuajtjes së lirë. Antoine Scott, bukur e këta ndomin të Kshushi. Gashi, avërti është Ziggy Reed. Këta ndomin të Erion Kastrati. Kastrati, faul i Helms. Në tjenë gjuajtjet e lira për Erion Kastratin. Qëllon në tentimin e parë Kastrati, pika e 5 të ti. 4 piki pati deri më tash
të gjitha i ka realizuar në kundër sulmet të skuadrës së tij. Nuk është i saktë në të dytën, Jora Nej më i lartë në kërcim. Kanë topin tek Ziggy Reed. Sa është 36-37. Edhe një revërsi minimale e vllazënimit. Faul i Lis Shoshit, i cili dal në ndihmë aty mbrojtje. Shojmë edhe njerë momentin e personales së Shoshit. E ngrit dorën, por as pak i lumtur me këtë personalet të tij. Qëllon Ziggy Reed në tentimin e parë u ngrit nga banka rezervë tek vllazënimi me vërtet me një energji fantastike. E qëllon tashmë edhe pikën e 9. Barazohet me Jerry Cole Hellemsin, 11 pikë ka Jora Nej, teksa rikthehet eversia prej 3 pikëve tek vllazënimi. Bamford e kthen topin tek Antoine Scott. Do gjuan Antoine Scott, nuk është i saktë. Jerry Cole Hellems e ka marrë kërcimin, Rushiti. Ziggy Reed. Ti kushi ndalet, nuk ngutet. Reed. Ziggy Reed, lëvizje e bukur e tij. Nuk arriti të realizon, por ndalet me faul. E shohim edhe njerë momentin kur lirohet bukur nga Antoine Scott. Ziggy Reed nuk qëllon kësaj radhe në tentimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë. Mbetet në 9 pikë të qëlluara. Në të dytën është i saktë. 10 pikë të Ziggy Reed. Mjaft efektiv. Teksa Gashi do të ullet. Arjan Qallaku kthehet në lojë. 2 minuta e gjysmë deri në përfundim të pjesës së parë. Vllazënimi rikthen avantazhin prej 4 pikëve, 36 me 40. Qallaku. Bamford. Presionin në mbrojtje ndaj tij, e vjedhin topin Jora Nej me Jerry Cole Hellems. Nej. Juan nuk është i saktë, edhe një herë e ka marrë topin Jerry Cole Hellems. Edhe njerë ndalet me faul. E pam luftën e tij në kësh. Pasoj të Jora Nej, nuk qëlloj aj. Ndërsa shohim faulin vrehet personalja e Arjan Qallakut ndaj Jerry Cole Hellems. 36 me 40, 2 minuta e 5 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Kemi tashmë time-out të kërkuar. Shohim a do të arrin skuadra e Golden Eagle Yllit në këto 2 minuta. Është të merre edhe njerë avantazhin apo Qakovarët do të shkojnë në pushim me e përsi. Rikthehemi pas ti time-outit të kërkuar nga trajneri Paco Olmos. Lirat janë për Jerry Cole Hellems, tashmë në bonus është skuadra e Golden Eagle Yllit, qëllon në tentimin e parë. Jerry Cole Hellems edhe një herë. 9 titër nga vija e gjuajtjes së lirë. 10 pikë edhe njerë i sakt. Vetëm 2 pikë i ka qëlluar nga loja, të gjitha të tjerat
nga vija e gjuajtjes së lirë. 11 pikë të Jerry Cole Helms. 36-22. Scott Bamford dhe koha topin e këthe të Gerion Kastrati. Kastrati. Vizje bukur e ti, gjuan për 3, nuk është i sakt, topin e duart e Liz Shoshit. Nuk arritë ta kap top Lisi. I jep mundësin vllaznimit. Ziggy Reed shkoj dirë në fundalet me faul e kërkoj kontaktin aty nga Scott Bamford. Do shuaj me njerë depërtimin e Ziggy Reed, i cili është në vijën e gjuajtjes së lirë. Edhe një herë 4-3 Reed sonte nga vija e gjuajtjes së lirë. 4-3 është edhe nga loja. Qëllon 11 pikë tashmë, 3 lojtarë me nga 11 pikë të vllaznimi. Helms, Anej dhe Reed. Është i saktë në të dytën, 36-44. Edhe një tjetër shkëputje në rezultat e skuadrës së vllaznimit e ullet Scott Bamford. Në flak ishte në fund të pjesës së parë me ato 13 pikët e tij që i realizoi e zëvendësoi trajneri Paco Olmos. E mbajti goxha gjatë në bank dhe është ndalur pikërisht në ato 13 pikë Bamford. Ato nga gjysmë distanca Liz Shoshi realizon për të shkruar rezultatin në 38-44. Helms, Tikoshi, gjuajti për 3, nuk është i sakt. Faul ndaj Andrew Gordon në kërçe, mori kërcimin në sulm. Dy pikë të Gordon. Dyja i pati paraprakisht nga vija e gjuajtjes së lirë. Edhe një në këtë pozitë. Sajro edhe nuk qëllon në tentimin e parë. Shojmë saktësin nga loja. Vjetë 3-3 janë Randasit, 13-5 Gjagovarët. Nërsa për shojmë 19-17 nga gjuajtjet e lira. Lojmë ashpër më shumë faullat e skuadrës Golden Eagle Lyllit. Vjen tentimi për 3 nga Gerion Kastrati, nuk arriti të realizon. Helms. Reed gjuajti për 3 pikë. Edhe nga kjo pozitë ndalet me faul. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Edhe një herë Ziggy Reed, shojmë personalen e Antoine Scott. 6-5 është Reed nga vija e gjuajtjes së lirë. 3 do t'i ketë tani. Parën e huq. 12 pikë të realizuara, më i dalluari të vllaznimi. I shtuar edhe 3 kërcime e 1 blokad. Është edhe lojtari më i vlefshëm në fushë, qëllon në të dytën. 38-45. Edhe njeri sakter i kthen e vërsim prej 8 pikëve tek vllaznimi. Kur jemi në sekundat e fundit të pjesës së parë. Bashic. Te Lovro Bashic. Te Kufman. Cili realizon faul Andrew Gordonit. Nuk i dej nëse po hyn të ai top apo jo. Gordon e preku dhe pikët pranohen për skuadrën e Golden Eagle Yllit. 5.5 deri në përfundim të pjesës së parë. 40-46 në të mirë të skuadrës së vllaznimit.
Ndërsa kemi time-out të kërkuar tashmë edhe në qerekun e dytë Gjakovarët po tregojnë mjaft të kujdesshëm, ndërsa e rikthyen edhe e përsin prej 8 pikëve plus 9 shkoi gjatë qerekut të parë, megjithatë 3 raste e patën e përsin prej 8 pikëve Kuqezinjët, ndërsa i kanë edhe 5.5 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë për t'i shfrytzuar dhe për të shkuar ndoshta me përsi sa më thellë në pushim. Do të shohim a do të arrijnë të shfrytëzojnë sulmin e fundit. Gjakovarët pas këtij time-outit të kërkuar 14 pikë të Ziggy Reed, më i dalluari tek vllazënimi. Në duart e Jerry Cole Helms do të gjuan për 3 pikë. Kërkoi kontaktin Jerry Cole Helms, megjithatë nuk arriti të realizon, përfundon pjesa e parë 40-46 në të mirë të vllazënimit, të cilët e kontrolluan pjesën e parë në kohë ndërmuese. Pra ishte vetëm ai momentumi kur Scott Bamford i ndezi turbinat e ktheu plotësisht në lojë skuadrën e Golden Eagle Yllit me ato 13 pikët e tij dhe shpërthimin e tresheve. Më pas edhe pse u mundua ekipi Golden Eagle Yllit të mbanë avantazhin, kur edhe u shkëputën rezultat prej 4 pikëve, gjithsesi Gjakovarët e udhëhequr nga treshja Helms Anej dhe Ziggy Reed që u ngrit nga banka rezervë, e marrën kontrollin e kësaj ndeshje dhe në pushim shkojnë me përsi prej 6 pikëve. Pra, Ziggy Reed me 14 pikë, e nga 11 i kanë Anej e Helms, nga anën tjetër tek Golden Eagle Yllit. Më i dalluari vazhdon të jetë Scott Bamford me 13 pikët e tij që i realizoi në qerekun e parë. Shkojmë me pak marketing për të rikthyer me pjesën e dytë.